Marrëveshja e firmosur SBA-Iran qetëson tërheqjet. Bie çmimi i naftës, bursat globale reagojnë me rritje. Në tërheqjet ndërkombëtare reaguan menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes konisë mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për t'i dhënë fund konfliktit në lindjen e mesme. Zhvillimi u prit pozitivisht nga investitorët, ndërsa çmimet e naftës shënuan në rënje në bursat kryesore botërore, u ngjitën në nivele të larta. Në tregtimin të hershëm të Indjes, nafta Brent ra me 1,12%, duke zbritur në $78.66 për fuqi, ndërsa nafta amerikane humbi $1.28, dhe u tregtua me $75.81. Analistët e lidhin këtë rënje me uljen e rrezikut gjeopolitik në rajon, me pritshmëritë për rikthim gradual të eksporteve iraniane të naftës në tregjet ndërkombëtare. Indeksi japonez Nikkei dhe i Koreas së Jugut fituan rritje. Investitorët vlerësojnë se marrëveshja do të reduktojë rrezikun e ndërprerjes me furnizim global me energji dhe zinxhirin ndërkombëtar të tregtisë. Një nga elementet kryesore të marrëveshjes është rihapja e ngushticës së Hormuzit, një nga korridorët më të rëndësishme tregtare për naftën në botë. Kryeministri pakistanez Shahbaz Sharif deklaroi se ngushtica do hapet plotësisht pa vonesë, ndërsa SBA do të nisë menjëherë heqjen e bllokadës detare ndaj porteve iraniane. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi se ka nënshkruar marrëveshjen gjatë një darke zyrtare në pallatin e Versailles pas samitit të G7-s. Unë nënshkrua sapo e firmosa në Versailles, deklaroi Trump para gazetarëve, dhe në Teheran konfirmoi zyrtarisht finalizimin e dokumentit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Esmail Bagai bëri të ditur se memorandumi është nënshkruar nga presidentët e dy vendeve dhe tashmë mund të nisë faza e zbatimit të tij. Marrëveshja përfshin 14 pika dhe parashikon që Irani mos pajiset kurrë me armë bërthamore, si dhe krijimin e një fondi për $300 miliardë për ndërtimin dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Dokumenti parashikon gjithashtu një periudhë 60 ditore negociatash për finalizimin e kushteve përfundimtare, lehtësimin gradual të sanksioneve dhe rifillimin e lundrimit normal në ngushticën e Hormuzit, heqjen e kufizimeve mbi eksportet e naftës dhe mënyrën e administrimit të ngushticës së Hormuzit pas periudhës fillestare prej 60 ditësh. Pavarësisht këtyre paqartësive, tregjet globale interpretuan marrëveshjen si një sinjal stabiliteti.